pavarësisht se drejtuesi i ri i SPAK-ut u shit si njeri i cili mbështetet nga të gjithë aleatët tanë perëndimor, në dosjet e tij konkrete, Klodian Brau është një prokuror që i ka mbyllur Edi Ramës dosjen e Dibrës, që mbar bota dëgjoi me zë se si blente votat nga Edi Rama, Sajmir Tahiri, Ulsi Manja e kështu me radhë. Klodian Brau është nga ata prokuror i cili për çështjen e inceneratorit nuk ka shkuar dot më lart se Lefter Koka apo Alqi Bllako, duke ignoruar 17 vendime të marra në një ditë, gjë që mund ta bënte vetëm Edi Rama. Kështu që unë nuk besoj që SPAK-u i Klodian Brau do jetë një kërcënim për Ramën që në fakt kontrollon dhe SPAK-un dhe gjykatën kushtetuese, siç e pamë sot.